Florinda Zegullaj është emri i ri që do të drejtojë prefekturën e Korçës, një emër jo aktiv në politikën lokale, por me pozicione të rëndësishme në Universitetin e Korçës, si përgjegjëse e sektorit të prokurimeve dhe investimeve. Zegullaj është pjesë aktive edhe në nismat për fëmijët me spektrin e autizmit. Ka mbaruar master shkencor me vlerësime të larta në Poloni dhe sapo ka marrë titullin si doktore shkencash në administrim biznesi në Universitetin e Europës Juglindore. Ajo është emëruar në këtë detyrë nga kryeministri Edi Rama, duke zvendësuar prefektin Nertil Jole, i cili u emërua në 2022 dhe gjatë ushtrimit të funksionit u dallua për bashkëpunim institucional, qasjen profesionale dhe angazhimin për zgjidhjen e problematikave në interes të qytetarëve. Jole gjatë këtyre 4 viteve ka qenë i pranishëm në gjithë problemet e Juglindjes, duke filluar nga emergjencat civile, politikat e nivelit rajonal dhe paketën e përbashkët turistike. Jole përmbyll detyrën e tij me dinjitet, korrektësi dhe përkushtim ndaj shërbimit publik, ndërsa mbetet për të parë se si do të jetë vijshmëria e prefektes së re në këtë detyrë të rëndësishme për qarkun e Korçës.